Zonja Bajrami, sipas raportit të Trusit, ka ndalur që janë 100.000 ma pak tatim pagues. A konsiderohet kjo që janë edhe 100.000 ma pak të punësuar? Si e komenton? Tani bëhet fjalë për llogaritë aktive. Këto janë shifrat e punësimit të cilat për 4 vite lëvizja vetëvendosje i ka shfrytzuar për të na treguar se sa është rritur punësimi në Kosovë. Nga gazeta Infokusi, ku u publiku një artikull i tillë, unë mora dhe shpletova, janë eksaktësisht të njëjtat shifra që i kanë shfrytzuar ish qeveria për me tregu se sa janë rrit vendet e punës. Nëse shërbehemi me ato shifra që është shërby qeveria për 4 vite, i bie që në fakt ne kemi 100.000 të punësuar. Po më lejoni t'ju them që punësimi motet ndryshe. Shifrat e punësimit, punësimi real, sepse kemi shumë punësime sezonale, mandej më lejoni t'ju them gjithashtu që ka një numër të madh të kompanive të cilat nuk e bojnë pagesën e kontributeve në baza mujore, i lënë obligimet të grumbullohen dhe pastaj i paguajnë në periudhat e ndryshme kohore. Mirë po ka të tjerë të cilët punojnë komplet, janë punëtor sezonale të tjerë, po punësimin real nëse dojmë pa në raportet vjetore të Trusit, janë tabelat atje ku është mesatarja e atyre që kanë paguar kontribute gjatë 12 muajve. Dhe në fakt vetëm aty mund të shohim shifrat. Dhe nëse i shohim ato shifra, ne kemi me pa një trend të punësimeve gjatë viteve të kaluara, që është dikon prej 10.000 deri në 13.000, 14.000, eventualisht ka vite kur është 15.000, kur është rritur numri i kontribut paguesve në një periudhë prej 12 muajve brenda vitit. Dhe më lejoni t'ju them që ky krijem i vendeve të reja të punës është trend ma negativ se sa në qeveri paraprake, sepse nëse e shihni qoftë edhe vitin 2017-2019, kemi pasur dikon në mesatare 17.000, 18.000 vendet të punës, kontribut pagues që kanë paguar 12.000 gjatë vitit.